Etnik Bruti, futbollisti i Malishevës dhe deri dje kapiteni i Dardanëve për U21 ka vendosur të lërë Kosovën dhe të përfaqësojë Shqipërinë. Vendimi i tij ka ngjallur mjaft debate këto 2 ditë në Kosovë, ku shumë njerëz e kanë cilësuar edhe si tradhtar. Babai i futbollistit ka bërë një reagim të fortë në rrjetet sociale, ku ka një koment për ata që e cilësojnë të birin tradhtar, si dhe tregon arsyet pse la Kosovën për Shqipërinë. Tradhtar janë të gjithë ata që i thonë tradhti mbrojtjes së flamurit të Adem Jasharit, Zahirit, Agimit e të gjithë dëshmorëve të rënë për liri. Birim ka marrë një vendim që buron nga bindjet e tij dhe dashuria për kombin. Ai nuk e ka refuzuar Kosovën, por ka zgjedhur të luajë për kombëtaren shqiptare, për flamurin me të cilin i kemi mbështjellë dëshmorët tanë. Kjo nuk është tradhti, por besnikëri ndaj idealit për të cilin kemi luftuar. Të gjithë ata që sot i gjykojnë duhet ta dinë se askush nuk mund të na japë leksione për atë dashuri dhe sakrificë për Kosovën. Askush nuk ka të drejtë të vërë në dyshim vendimin e Brutit, i cili me zemër dhe shpirt po ndjek rrugën e tij duke mbrojtur vlerat kombëtare. Për ne, Kosova dhe Shqipëria nuk ndahen, sepse jemi një komb, një gjak dhe një histori. Thuhet në reagimin e Besnik Brutit i atij etnikut.